Panairi i Work and Study është ndalur dhe këtë vit në qytetin e Korçës. Ky panair vjen me qëllim orientimin e të rinjve drejt karrierës dhe një pune të sigurt në të ardhmen, ndërsa morën pjesë universitete publike e private, të cilët shpalosën programet e tyre të studimit. Ndër institucionet që prezantuan këto programe ishin dhe Universiteti Fanoli i Korçës dhe Akademia e Sigurisë, të cilat informuan maturantët për degët dhe mundësitë që ofrojnë. Kemi si objektiv që ta zhvillojmë dhe më tej rajonin, duke mbajtur maturantët në qarkun e Korçës, sepse mbi të gjitha jemi një universitet rajonal, nuk kemi vetëm universitet që i shërben qytetit e Korçës, por del përtej i saj, me programe të shumta që i ofrojmë studentëve dhe maturantëve një mundësi për të jetuar dhe për të punuar në Korçë. Qëllimi jonë është që ne të përzgjedhim për të bërë pjesë të Akademisë të Sigurisë dhe njëkohësisht të Policisë së Shtetit, pjesën më të mirë, më vitale, djemtë dhe vajzat më me energji, më me vullnet, më me dëshirë dhe me pasion që kërkesa minimale që duhet të plotësojë një punonjës i Policisë Shteti. Të shumt kanë qenë maturantët që shfaqën interes për të njohur me programet e studimit të këtyre dy institucioneve. Mendoni të zgjidhni Universitetin e Korçës për studimet universitare? Po, Në cilën degë? në degën e infermierisë. Në Korçë, pse Korçë? Jam afër me familjen, shpenzimet. Do ruaj rendin, sigurin publike, do ruaj rregullat e çarkullimit rrugor, gjithë ajo ka qenë ndrojme që i vogël dhe do ta realizoj. Morët informacion mjaftueshëm për akademinë? Na foli drejtori, të gjitha ato dhe unë jam interesuar. Ky panair organizohet nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Zyrat e Punës.